Sa po kemi hyrë në shpellën e mirë? Fantastike. Një ndjesi e çuditshme, stalaktitet. Dhe këtu siç kemi thënë mbledhin ujë, po supozohet ujë i bekuar. Dhe një herë në vit fshatarët e zonës kanë festën tradicionale ku e gdhin te kjo shpellë në simbol dhe në shenjë të një vendi të shenjtë. Shikojmë dhe hapat e njerëzve. Tani nuk kanë të rikojmë, ja dhe ujë më kemi. Tani kjo është barsi. Grupi që vjen nga mbrapa. Jemi në thellësinë gati 50 metra në brendësi të shpellës. Do të shkojmë deri në fund të saj. Një stupër stalaktit. Fantastik. Kjo është karikja e mbretit. E meritume. Edhe pak metra. Dhe kjo shpellë përfundon këtu. Jesë ardhët të dashurët e mi. Këtu përfundon kjo shpellë. Si duket, erozioni ka bërë vetën dhe ka bllokuar. Pra, një shpellë rreth 100 metra e thellë. Dhe shenjat e qirive që shikojmë tu. Kja dhe shpresa. Shpres, nuk ishe këtu karikja, ke kjo e madhe këtu si karikja fix. Këtu ke kjo e madhe këtu si karikja. Po. Kjo është për Emilin, për shpirtin e shpirtit tim, gjëmoftë gjyshin e vetë hap masabi, dhe sheqerof njerëz të mirë si tat maraton Albanës. Emili, kujtim për ty. Shnet e gzim. Data 18/5/2025 nga shpella e mirë Maraton! Maraton! S'keni ngrënë buk, maraton! Bravo!